Dëgjojeni këtë. Pas 180 ditësh në orbit, astronauti Ron Garan doli publikisht duke thënë se planeti Tokë është një gënjeshtër e madhe. E dini pse? Pse mund të dalë me këtë deklarat një astronaut? Dhe pse në një moment kaq delikat si ky tani? Tani po ja u tregoj. Nuk është astronaut i parë, ka ndodhur edhe me të gjithë astronautët e tjerë. Dhe e dini pse? Ndodh kur ti sheh planetin Tokë nga larg. Dhe sa më shumë largohesh, aq më frikë e madhe është. Janë njerëz, si unë, si ju. Dhe këta kanë frikë. Ndonë se janë astronaut, janë përgatitur psikologjikisht dhe fizikisht, kanë frikë. Kanë frikë se po sikur mos të kthehe më në atë planet. Ai planet që është ky këtu, është shtëpiza ime, thot në mendjen e tij astronauti. Dhe ka frikë të madhe se ka frikë se mos nuk kthehet më. Por nuk është vetëm kjo, por është ndërgjegjësimi, sepse atje nga sipër është planeti Tokë është një, nuk është 8 miliard njerëz, jo, por është vetëm një. Pra ai planet që shohin nga atje sipër është një pik atje lart në hapësirë, që mund të kthehet ky astronaut, por mund edhe mos të kthehet. Por po sikur, thot astronauti ashtu si se shikon, sepse shikon universin e tërë atje nga ku është, po sikur, thot, ai planeti vockër, thot, të ndodh diçka dhe ne nuk mund të bëjmë dot asgjë, dhe shkatërrohet. Çfarë ndodh? Ne gjendemi në një burg të prershëm. Disa pretendojnë që nga ky burg nuk mund të ikim. Po atëherë, ku është ndërgjegjësimi i njeriut? Sepse pothuajse që nga kohrat e lashta ende sot vriten mes njëri tjetrit, hahen mes njëri tjetrit, si punë atyre milingonave. Nëse shikoni milingonat, është e njëjta gjë edhe me njeriu, vriten mes njëra tjetrës, kjo është copa ime, kjo është copa jote. Pa e kuptuar që është habitati, pra ajo tokë atje ku i mban pjesa kryesore. Ajo është, nëse nuk do të ekzistonte planeti Tokë, asnjë këmbë njeriu nuk do të ekzistonte. Kështu që mendimi im është që të përqendrohet njerëzimi, secili duhet të ndërgjegjësohet. Nuk është puna e një tjetrit, apo nuk është puna e qeverisë, është puna individuale. Të gjithë së bashku duhet që të ndërgjegjësohen, që të mbajnë planetin, sepse atë që ka bërë njeriu në 200 vitet e fundit nuk ishte bërë prej mijëra vitesh, dhe ne pothuajse e kemi shkatërruar planetin. Ky është një fakt i pakundërshtueshëm. Ne sot po vuajmë sezonet për shembull që nuk ekzistojnë më, të viteve të mëparshme, sepse dikur ekzistonin 4 stinë dhe ju e mbani mend shumë mirë, kurse tani kohët e fundit ka ndryshuar totalisht edhe moti. Dhe ne duke filluar që nga Elon Musk apo ku ta di unë, mundohemi që të shkojmë në Mars, të ndryshojmë atmosferën e Marsit, kur ne e kemi planetin Tokë, ekziston, i kemi këmbët këtu. Dhe këto janë vetëm pallavra për t'ikur, gjoja me aludime, të shkosh në një planet tjetër, gjoja të jetosh në planetin Mars, ti e ke planetin Tokë. Pra, mendimi im është që duhet të ndërgjegjësohet secili. Dhe ai problemi i madh që ky Ron, pra ky astronauti ka hasur, është ai problemi, ai ndërgjegjësimi që ky pati duke u shkëputur pra pikërisht nga planeti Tokë, sepse nuk e shikon në brendësi. Është si puna e lojës së shahut. Ti kur je nga sipër e shikon më mirë lojën e shahut, kurse kur je brenda nuk mund ta shohësh dot, sepse je ti ai, pra je ti aktori, nuk je regjizori që je nga sipër, por je aktori. Pra kjo të merr sepse merr vrull. Normal që secili duhet haj, duhet të lëviz, duhet të punojë etj etj. Por duhet të ndërgjegjësohet, sepse secili e ka për detyrë që ta mbajë habitatin e tij, pra planetin Tokë, të pastër dhe mos ta dëmtojë. Do thotë njëri nga ju, po ne çfarë bëjmë? Po, pjesa dërmuese, pra pjesa dërmuese e madhe, njerëzit ata që kryesisht nuk kanë, ata bëjnë problemet më të mëdha të shkatërrimit të planetit. Edhe ndonse ju duket paradoksale kjo. Megjithatë, nuk ishte kjo e këtij astronauti që duhet na bënte ne që të ndërgjegjësohemi, por doja që t'u ngacmoja për ato fjalë që tha ky Ron Garan, pra pasi u kthye pas 180 ditësh nga orbita, sepse për të planeti Tokë është një pikë e vogël, si thotë ai, është dritor, nuk e shikon thotë si me ngjyrë ashtu siç na e bëjnë ne, thotë që duket gjoja blu apo jeshil, duke e prekur thot me disa programe kompjuterike. Jo, është vetëm një pikë thot që shikon atje thot dhe ke frikë mos nuk kthehesh dot më. Pra kjo të ndërgjegjëson, dhe ti duke parë nga sipër të ndërgjegjëson edhe si njeri. Pra të bën që ti jesh i ndërgjegjshëm edhe
për vetveten, për njerëzit rreth teje, por edhe për ambientin. Ju, çfarë mendimi keni për këtë argument? A ka të drejtë ai zotëria, ose a kam të drejtë dhe unë që po flas për këto argumente pikërisht për këtë sepse mora shkak nga ajo deklarata e tij? Pres komentet tuaja. Ju dua fort, ju përqafoj, natën e mirë dhe me zor presim tani që të vijë viti 2026 dhe shpresojmë që ky vit të jetë më i bukur se viti 2025. Ju përqafoj të gjithëve, ju dua fort, sinqerisht. Hajde, kalofshi bukur.